Një moment shumë i rënd emocionalisht shpërtheu brenda shtëpisë së Big Brother, kur Alba ju drejtua Ludos me një akuzë që tronditi atmosferën dhe i la banorët pa fjalë. Në mes të një bisede të tensionuar, Alba shpërtheu duke i thënë: "A e din që Edi më ka thënë, kap e plasja kokën në mes të prajinit." Ti nuk reagove fare. Këto fjalë ranë si bombë në dhomë, duke ngrirë për disa sekonda çdo reagim. Alba fliste me zë të dridhur, e mbushur me mllef, shgënjim dhe dhimbje. Ajo nuk po kërkonte vetëm sqarim, por po shprehte ndjenjën e thellë të padrejtësisë dhe mungesës së mbështetjes. Për të, fakti që Ludo nuk kishte reaguar në atë moment ishte po aq i rëndë sa vetë fjalët e thëna nga Edi. Heshtja, sipas saj, ishte bërë pjesë e problemit. Në vazhdim, Alba e thelloi edhe më shumë deklaratën, duke e lidhur situatën me familjen e saj. "Babai im se ka pa këtë. Po ta kishte pa, kishte ardhur këtu direkt, ja kishte tregu qefin." Kjo fjali u tha me krenari, por edhe me dhimbje, duke treguar se sa e pambrojtur ishte ndjer ajo në atë moment brenda shtëpisë. Ishte një shpërthim emocional që vinte nga ndjenja se kufit ishin të i kaluar dhe se askush nuk kishte dalë në mbrojtje. Ludo mbeti i heshtur për disa çaste, i kapur në befasi nga ashpërsia e akuzës. Ai u përpoq të justifikohej, duke thënë se nuk e kishte marrë seriozisht situatën në atë moment. Por për Albën kjo nuk mjaftonte. Ajo kërkonte reagim, qëndrim dhe mbështetje, jo relativizim të fjalëve që, sipas saj, kishin kaluar çdo kufi. Banorët e tjerë u afruan, duke ndjerë se situata po bëhej gjithnjë më e rëndë. Disa u përpoqën ta qetësonin Albën, të tjerë shikonin në heshtje, të vetëdijshëm se kjo nuk ishte më një lojë apo një debat strategjie, por një çështje dinjiteti dhe sigurie personale. Atmosfera në shtëpi u rëndua ndjeshëm dhe tensioni u ndje në çdo cep. Ky episod nxori në pa një realitet të fortë të Big Brother. Fjalët kanë peshë dhe heshtja po ashtu. Kur përdoren shprehje të dhunshme, edhe si shaka apo në